Sabri Feyzullahu. Ma thuaj një fjalë, ky shpirt don me m'dal, lam të mirën ta mbaj, sa t'jem gjallë. Sabri, është bukur që t'kemi këtu, do t'ulemi tavolinë do t'flasim bashkë. Sabri Feyzullahu. Sabriano, mirë se erdhe. Gjena im. Ashtë mrekulio, shumë bukur që t'kemi sonte këtu. Po, unë jam shumë, si me thënë, jam mirë njës që kur thira sot, që po flasë drejt, thash na im, ama mundëson, apo merë në emision sot me ardhë, a thash që, edhe na jemi si njeri i tillë që është, njeri gjithmonë për të shpërndar buzëqeshje edhe fjalë miradije për tjerët edhe për të mos e minimizuar punën e askujt, Naimi tha po Sabriano që po thu, tha me dëshirën më të madhe. I thash po du me ardhë se kam një këngë 3 dhe me promovu. Në realitet Sabriano unë po dëgjoja këngën para 2-3 ditëve, edhe du me të thani diçka, të privilegjuarit jemi ne se është mrekulli, jo fjalë goje, ky opinion, deri sa të do aqë shumë, të ndjek ku do që shkon me koncertet tua, është shumë i vedishëm, edhe ne jemi të vedishëm që, e kam dëgju një thënje të bukur dikur, ndonjëherë jemi pranë legjendave, rrim me legjendat, pim kafe me legjendat, pa vedishëm se vërtet janë legjendat. Po, është bukur që dali me pim kafe çdo ditë me legjendën e këngës Sabri Feyzullahu. Shumë faleminderit që je sonte me ne, se do të flasim me një artist, me një gjuhtar, me një aktor, me një këngëtar. Cilës janë ise ma parë? Ma parë kam qenë student i gjuhës dhe letërsisë shqipe në fakultetin filozofik, ish filozofik të Prishtinës, dhe në vitin e 4, kur isha student, u hap dega e aktrimit në shkollën e lartë pedagogjike në Prishtinë, dhe vllai im Dies Pastër Ushdiu kishte dëshirë që të bëhesh aktor, se thoshte që nuk kam fort prirjet që të bëhem mësues i gjuhës dhe i letërsisë shqipe. Edhe se isha student, koza i mirë, po, se s'kisha share pa mësuar. Dhe pastaj e regjistrova aktrimin, e mbarova dhe aktrimin dhe menjëherë në vitin 69 u punësova si aktor i ish teatrit krajnor tani kombëtar të Prishtinës, dhe që edhe si këngëtar në vitin 1967 për herë të parë incizova këngën e parë time që titullohej Tash jo, shumë ditë ka kaluar, që kur duhe me thana, se unë shumë të duhe dashunia ime. Edhe nga jo ditë, tekstin asaj këngë në shqiprime pa të bërë, sepse kjo këngë këndoj adesso no, në këngën italiane, në gjuhën italiane, e ka pas bërë poeti adhetari dhe njeriu i madh që pas kjo është këngë e parë. Kjo është. Fjallë ta për të gjeju, diçka për të zbuluhe, që prej te jem më shefi dashunia ime. Por tash jo, në pranita me shumë friko kam, fjallës më dali visi me me, sa friko kam, kur gja nuk tham, kur gja nuk tham. Jo, tekstet e asnjë këngë nuk e kam harruar asnjëherë, për arsye se kanë qenë tekste që kanë shkruar njerëz të mëdhenj. Këte tekste kanë shkruar, thash, dhe intelektuali dhe kompozitori dhe orkestruesi dhe kitaristi dhe këngëtari dhe adhetari, ai që s'des asnjëherë në historinë e popullit shqiptar, zotri Jusuf Gërvalla. E ka shqipruhe. Shqiprimin e... Unë ka e drejta i kam një 30 tekste të Jusuf Gërvallës
që I ka shkruar për këngët e mia atëherë në atë kohë. 30 tekste të Po, madhe minimum Jusuf 30 I Gërvala. kam, po. Të madhe të këngës Po. e të shqiptarisë. Me njerë mas kësaj ka pa shkruar një tekst, La vie continue, ishe një këngë që këndonte një Jean Dassin, një chansonnier francez. Jeta vazhdon, a? Po, vjeta vazhdon, edhe Jusufi ka qenë njeri që, sidomos chansonën franceze e ka njohur dhe e ka dashur dhe ka ditur t'i këndoj më së miri. Dhe fjalët që I ka shkruar janë ato tekste janë sot, si me thënë, kanë domethënie shumë të madhe dhe janë shumë përmbajtësore dhe shumë në 4 strofa është një histori e tërë, dashurie ndaj dheut, ndaj të dashurës, ndaj jetë sociale ose poezia këngë. Ka ditë me bë bukur. Edhe kur e ka shqipruar, sa e bukur. Si Jusufi. Lejohej kjo atëherë? Muzika e huaj me shqipru tekstin edhe me këndu, ëh? Po lejohej në atë kohë në vitin 67, 68, 69, 70. Po, Jusufi me këngën e parë të tij është paraqitur në Radio Prishtinë një vit para meje, me një këngë El Coplero, që ishe në gjuhën spanjolle, sepse I ka ra gitarës akustike shumë bukur, I ka pasur thonjet e dorës së djathtë shumë të rritur për shkak të telave akustik që ka luajtur në kitarë. Dhe kjo ka qenë kënga e parë që njëjtë e ka shqipruar ai vetë. Nuk do t'ikim prej kësaj teme, po ke qenë I farlloj mësiti kur një shku me marë Suzanën në Shkup, a? A I ka ra kjo si me grabita, me marra, me ika, me... Që sa mirë dhe. Na imi man mend më shumë se unë. Ne, kur Jusufi, kur e kanë kërkuar për ta burgosur dhe që ka dalur, që ka ikur, nga pushteti I atëhershëm Servoslav, unë nuk kam guxuar të them asnjëherë që më ka shkruar tekste, ajo është ditur, por nga frika që mos po më burgosin, mos të bëhem tani që është koha e lirisë, dhe është Kosova ka shtetin e vet, ka vetësinë e vet, I kemi institucionet, kemi çdo gjë, kufirin, ushtrin, policin, çdo gjë tonë. Ato që kemi dëshiruar 3000 vjet thamon. Po. Edhe tani është lehtë nga kjo distancë kohore të them që atëherë nuk kam guxuar sepse ishte një kohë që fshiheshin gjërat, po pastaj pas vitit 90, kur Shqipëria u demokratizua dhe shkova në festivalin bashkë me Naima Bazën dhe Mihri Ebran për të kënduar në festivalin e këngës në Radio Televizion. E takuam, kemi qenë së bashku te zonja Syzana. Musafir në shtëpinë e tyre. Musafir në shtëpinë e saj dhe më tha, ku je krushku im? Sepse kur ka shkuar Jusufi në vitin 66, ishte muaj I shkurt, për ta marrë Syzanën në Draçevo një lagje quhej në Shkup, kemi qenë unë ai së bashku, ka qenë acari madh. Me tren, me vazhe mund. Me tren, nga Fush Kosova deri në Shkup, pastaj nga Fush Kosova deri në Prishtinë këmbë, sepse atëherë kishte autobus vetëm 2-3 herë. Do më thënë, Ismail Qemali e ngriti flamurin në Vlorë, lindi Sabri Fizullahu. Po dua të them sa jam I moshuar shumë. Kaluan 5 dekada, 5 decenje. Po, Unë thash, epokë me vete, pak është epokë. Po atë çfarë them. Një jetë e tërë në koncerte, e në festivale. Po. Jo veç festivale shqiptare. Ke marrë pjesë edhe në festivale gjithandej. Po edhe në festivalet I Jugosllavisë që mbashin atë kohë. Po gjithmonë me kompozitor, orkestrues dhe tekstues shqiptar dhe që këndoja vetëm në gjuhën shqipe. Jo patriotizëm, mburje, po që jam I lumtur që Absolutisht. kam kënduar në gjuhën time. Këngë të bukura, kompozimet të bukura. Po, këngët kanë Të qenë. kompozitorëve tanë të mrekullueshëm. Këngët kanë qenë të kompozitorëve të mëdhenj shqiptar të Musapi Perkut, që s'vdes asnjëherë, të Reshetan Dobravës, Severin Kajtazit, Kris Lekaj, Gjon Xhevelekaj, Tomor Berishës, po mduket të gjithë kompozitorëve ja u ke këndu ka një herë. Ja u kam kënduar. A u kanë kështu, kur e kanë vendosur me fitu vendin e parë, në akorde, bilem sigur ta kanë dhënë këngën ty. Po, si me thonë, unë e kam patur fatin që më ka dashur publiku edhe kjo ka qenë ajo, si me thonë, ai falemderimi im sa thosht jeta. Sa thosht jeta që do t'jetoj, do t'i falemderohem gjithmonë. Publikut që tu e 50 vite, I ka dashur këngët e mia.
Po, unë ju thash, gjuhtar, artist, aktor, këngëtar, krejt të inkorporu me brenda, i ke pas sigurisht brenda, e kjo si katalizator ka bo që pafundësisht edhe tash dojnë shumë, Sabri, ku do që shkon të dojnë shumë, të përcjellin ashtë shumë, në përgjitha. Se dis, më bie mu, po jam shumë i lumtur për arsye se në moshën 70 vjeçare që akoma këndoj. Kush i ka 70 vjetë? Vazhdimisht unë. Unë. Djali ri 70 vjeçar, Sabri Feyzullahu. Djali ri 70 vjeçar. 50 vjetë karierë shumë e bujshme, e sukseshme, zgjedhje fantastike këngëve. Kush ka nimu Sabriano? Apo ke pas sens? Se tekstet bukra, këngët bukra. Najmë, unë kam patur fatin e madh që kompozitorët kanë kompozuar këngë të mira për mua dhe tek shkruesit po ashtu kanë shkruar tekste të mira që kanë patur fabull, që kanë patur përmbajtje dhe që i kanë përqafuar njerëzit që i kanë dashur. Teksti mirë e mëson njeriu këngën mos letit, teksti i komplikuar dhe pa domethënie nuk mësohet asnjëherë dhe nuk mësohet as linja melodike dhe as kënga. E fati im ka qenë edhe unë nga dita e parë që kam filluar të këndoj, gjithmonë i falenderoj me shpirt e me zemër kompozitorët, orkestruesit dhe tekstshkruesit që kanë shkruar, kompozuar dhe orkestruar këngë për mua. Juve vazhdoni dhe sot me këndu pa fund gjithandej, po në atë periudhë keni këndu shumë edhe në për Bregdet, këngë në gjuhën italiane. Po. Idhuj tuaj të asaj kohe, Gianni Morani, Celentano. Po, kanë qenë këta italianët nga vitet 64 kur kanë filluar të depërtojnë në botë Beatles, Rolling Stones e të tjerë këto rock grupet e njohura botërore, pastaj më vonë Bee Gees e të tjerat. Unë krahas në atë kohë që dëgjoja Dervish Shashën edhe Salih Feris Krasniqin e të tjerët, i dëgjoja rapsodët dhe ajo që isha vetun, që më kishte mësu prindi im edhe që kishte çdo shqiptar, sikurse unë, çdo i ri, kisha dëshirë që një farë mënyrë mos mbetëm në ato suazat e, si me thonë, të asoj mbylljes, se ato jam unë. Kisha dëshirë të ndëgjoja edhe këto grupe të avancuara dhe hite botërore, këngë botërore dhe pastaj më vonë, edhe pse në Kosovë ndëgjojshin këto grupe që i thash pak më parë, unë kisha dëshirë flak që ti ndëgjoja Celentano, Morandi, Fausto Leali, Don Bacchi, Minna, Milva, italianët, kançone italiane. Idhuj evropianët asaj. Po, në atë kohë jam dëgjuar shumë. Edhe këto i këndoje në për qytetet bregdetare, unë këndoja për herë të parë në vitin 1967 shkova në Zar për të pushuar në atë kohë me lidhjen ferialiste studentore, që ishim 12 student dhe studente shqiptar nga Kosova. Kur shkova atje këndonte një këngëtar me emrin dhe mbiemrin Gianni Marshan, që ishte një arbresh i Zarës, nga Zara, dhe në momentin kur më pa, unë i kisha incizuar atër 3 këngë në gjuhën shqipe për radio televizion e Prishtinës, më tha ti je skipëtar, i thash po, tha unë jam Gjaku i Arbrit, thash unë e di se të njoh nëpërmes televizionit, ai ishte arbresh i Zarës, ai me atë birim filloj me qa, tha unë jam shqiptar, Gjako ime është shqiptar, gjuha ime, mamaja ime është shqiptar, babaja ime është shqiptar, unë jetoj në lagjen Arbanasi të Zarës, tha dhe kam dëshirë që të nesër më në lam në orën 10, erdh me autobus, në lagjen Arbanasi, na dërgoj 12 veneve, dhe aty na priti një poet i madh, një adhëtar i madh, zotri Shime Deshpalli, zbashku me një adhëtar dhe një poet dhe një njeri që e shkrohu dramën e parë në gjuhën shqipe Nita, a ishte Josip Rela, në lagjen Arbanasin në Zarë. Arbreshin. I Zarës. Dhe nga jo ditë pastaj ai Gianni Marshan më mori, unë këndoja në gjuhën italiane për në një hotel Borik që quhej në Zarë, unë këndojsha italisht pa e dit asnjë fjalë, s'ka po them, po që fjalët i citoja mirë sepse kisha dëshirë që ti mësoj, po unë nuk disha çfarë po këndoj. Absolutisht kemi mësuar për plot këngë, unë vazhdoj edhe sot. Në atë kohë nuk i disha, po nga diksioni isha shumë i qartë, çdo shkronje gjuhën italiane e thosha mirë,
Edhe 3 muaj ndajta, kur erdha këtu baba desh ma thej qafën, tha, ku jena kanë met arat, na kanë met pa prashite dhe pa Kjo ishte, akoma jemi në periudhën para teatrit, si e kujton fëmirin? Çka të kujton nga fëmiria, Prishtina? Prishtina më kujton na em këtu ku jemi ne kanë qenë krejt bashe si është në atë kohë. Do më thonë prej këtu, kur dalim kthej, ka deri te Kurrizi, ka qenë vetëm bashe, që jesh vje e bardhë, që i kanë thonë këti në herë. Edhe këtu i kemi kullotur delet edhe lopt edhe bollicat edhe këtej, edhe në Dragodan edhe në Vuçinca edhe në Karabela. Ndërtesa e fundit, s'ka qenë Grandi, po për fundri Grandit një si kontabiliteti shoqëror që ka qenë atëherë, MTF-sa që është bërë, aty ka qenë një sallahone, thotin, një thertore që thereshin... Sallahone? Sallahone, që I djenë në gjuhën turke, kjo sigurisht? Po, sallahone, po, që thereshin lopët në atë kohë. Për ndryshe ka qenë losh deri në fyt Prishtina, edhe po m'vjen shumë keq që u plaka, linda në Prishtinë, u rrita, përjetova gjërat më të mira në jetë, kur bie shi, prap mbet loqi në Prishtinë. A prap mbet loqi? Me të fatë i këndove, këngën, që është himni Prishtinës, se do t'jetë sigurisht për jetë jetëve. Po jam mundu. Si dy këngëtar, është rrizim për dashurin. Të doja, ti më doje, lugët gjelva të gërmis. Shilvi qil, Na banin roje, ko? Elisa Gjelbroni prej lakmisa, roje të gosi e par, kur pranvera ishte në Prishtina, unë e ti si dy këngëtar, thuni vazhe për armëri. I këndova Prishtinës. E gjetur, një gjetje fantastike. Në 100 vjetë të kaluarat Prishtinës, gjetje më e bukur së është bon. Të shohim këtë 100 vjetësin e dytë. S'kisha thënë ashtu, po, që unë për shumë qka mbaj nostalgji për atë kohë. Për një diçka, 25.000 apo 50.000 student kanë qenë në Universitetin e po Prishtinës. pas vitit 72 më duket në Prishtinë. Sikur se sot që është plot të rinje të reja dhe që natyrisht që e tashme dhe ardhme është gjithmonë e rinis. Teatri plot. Teatri plot, spektator. Kinemaja plot. Kinemaja tani s'ka në teatr, s'ka në kinema sepse kanë dalur. Dhe Si e kujton teatrin para se me hynë teatr? E ke vizitu? ishte ëndër, po, shkoja gjithmonë sepse vllai im i madhi Shefkiu ka qenë njeri i apasionuar për ta përcjellur teatrin, dhe më mirëte si fëmijë me vete, edhe unë ëndroja që të bëhesh aktor i madh. Kur të fillova në vitin e parë, kur regjistrova atëherë dhe incizova këngën e parë, ulesha në shkallët e teatrit që të më shohin njerëzit sa i madh jam vao. E unë isha pollavër, kërkushiç, asgjë. Dhe këngën e parë kur incizova, priça mos më thonë njerëzit, bravo, sa brit po në dromë televizion. Së më pyes të askush asgjë. I thosha si me thonë, na ma, ampe mbrom ku? Televizion, s'kam tjetër punë me pa ik. Po, ajo dashuri për këngë dhe ndaj këngës nuk më hoq sot e kësaj dite, gjithmonë duke ju falenderuar së pari publikut, atyre që kanë patur durimin të më ndëgjojnë dhe të më mbajnë. Këtu e 50 vite, unë edhe mbrom kam këndu edhe nesër këndoj edhe kur donë, aj publiku aj i madhi Zot. Mbram, kjo nuk do t'i bie kur shkon emisioni Mbram, po Mbram ka qenë një për mbramjeve të bukur atuajat, Sabriano. Sigurisht e dyndur gjithë Prishtina aty dhe ishte bukur kur dëgjonim këngë live duke kënduar që nga hitet e para e deri në këngë hitet e sotme, Fshatarja ime, Mike e pa shpresë. Po, miqtë e mi, Lola dhe Arjani, pronarët e
si ke thënë, djali më i modernizuar, Djali më modern, që bie i mira bie më qiftelisë. miri qiftelisë. Kjo është ajo më e mirë. Shumë e bukur. Ti je i moderuar edhe kombëtar, nuk ka gjë më të madhe më të mirë. Po, Ariani, djali modern që i bie qiftelisë. Dhe ata ma kanë organizuar koncertin e dytë dhe ma kanë mundësuar që pas 22 viteve të këndoj live në Prishtinën time ku kam lindur, ku i kam kënduar, ku jam rrithur, ku jam dashuruar për jetë parë, ku kam përjetuar shumë gjëra të mira që si harroj asnjëherë në Që i ke jetë. përjetësua dhe në këngë. Se gjithë ato ndjenja, gjithë ato sikur janë jeta jonë. Aty e gjejmë. Njerëzit pa gjetë veten e tyre brenda, nuk mund ta përjetojnë. Unë pikërisht të dëgjoja këngën Fshatarja ime si e këndonin të gjithë, As dosëm me flamur Thëllënza ime Ndër e pa shpres Edhe pse kur Ne nuk u prekëm kur Ne në shpirt Lidhëm kur u rebes Edhe pse kur Ne nuk u prekëm kur Ne në shpirt Lidhëm kur u rebes Sa e bukur ish me vela Ati të shiu mu në maj Isha i strukur në ombrele. Ka mujtë me qenë që kjo e Fshatarja? Po mu ma ka kushtruhe. A ti ja? Po mre. Unë e thejsha mu se ke mojtë edhe këto? Sabri Fizullohi në latinisht i bjen Sabri Hiti. Sabrane që shi? E që e ke marrë këto? Qysh? Që e ke marrë këto? Ja s'ke lezu gazeta se ta? Zjarfisin, ja. Nga të Sabri Fizullohi pa që tos gëzë ma fruhe. Se? Po të kollë mre. A fe kollë, non stop! A din ti që Ermoli shkën jam ush kjerin karburant, kësë guzën. Pse? Unë punë benzinit së është aty, do honi Sabri Fizullohi, du guzë me hija. Nuk u jo se Alle rritë. punë kanë benzinit. Në shpëna hekore. Kësë për na kalzën, ju me tjerve, ku e ka gjithë kitë rasat mirë, të hiteve nuk e di. Po ku për mërë qa për bësë di, po... Për zotin shumë mirë, për që të both mirë e ke thënë. Rasat i mirë i hiteve. A tregoj ku? Hajde, fajde. Kompozitorët, tek shkruesit, orkestruesit, gjithësisht. Producenti imi i produksionit më të mirë mbar shqiptar, Zotri Mush Thaqit, të cilin e fremderoj nga zemra shumë, ai e bën përzgjedhjen e këngëve. Fatmir Mujës që i shkruan tekstet më të mira në kohë të fundit, që është intelektual dhe gjuhëtar i madh dhe poet i madh dhe artist i madh shpirtëror, dhe Virusi që është për mua kompozitori dhe orkestruesi më i mirë mbar shqiptar. Është fakti. Edhe Sabriu që i rren aty me kërkesat edhe qëto finesat e tij të sakta. Sabri Fizullohi se... Këtë kom rritë më radi që kjo 10 vjetë ka knu para Bilbylit, a Bilbylit të, po këto janë nisi me knue. Vetëmi është Sabri Fizullohi, kur të merë tekstin e këngës na em, Po? e këqyrë, si me ble banesë, shashtë, e këqyrë, të bëm kohërija që të mire, tani na djovë ditë flanë me to, për me përjetue, i vetëmi këngëtor është, që kur ti më shënë zamën, si më shënë edhe i dhamë, e di që i dhamë, bamë, Apo? që vetë ka bëvetit, në me shpirë, di qyrë, ta janë. Nuk e kjo hajtë, po tash, nëse se ki ka drejt edhe me fola, po din, a ke po më që na kam bëk të kongë, s'ka vëzële gjik mëre, ta du majmunin, ta du shka është mëre e kongë. Po shkoha e tillë, pse jo? Po bre koha, po bre, po di Po, qysh. po kjo sun për i përmendën e. As zogun, as majmunin karon. Pasha, zoti morë, po vjen me mojt qura, gzëj, pula, se të vjeti kërsa zëj e kitë vjen morë. Qysh me thonë? E majmunin, heqe, ato me qitë këtu. Në atë njëtë nga thonë, ekë mërë majmuni zona, qysh duhet majmuni vesh këta. Unë nuk e di. Ska lidhje, A? ska lidhje. A din pse? Sepse edhe ata janë kolegë këtu edhe kolegë Qartë. tanë. Absolutisht. Qartë. Edhe kanë bërë gjetje të bukura muzikore. Po, Ka bote- Absolutisht po, dhe s'ka tabu tani, s'ka... Po i valloj, po hindi asnjë diskotekë gjë për ta s'është tabu. kallin, për të kallin vetë me çat majmun E, për ta po kallin. tash atë bën. Që është e lugë. Kjo është mirë, është Ai majmunit, kur po hen, ha? Kush? Ai majmunit. Po i pasha zotin. Që? Bravo, që? Kur po të shok ty pianismu dhe zjarri Mo pas këta në sunë nali A që sa bre qysht kam? Shumë e Mirë, modernizume, e faleminderit. veshur kështu, goxha. Ha? Po ma itën me qeropa najmë. Po, mi e pas ke kombinue. Najmë, edhe unë shkën ma ita me këtë banesa këtë që për marru. A di që tanë jetën i ka harmonizu bukur, absolutisht. Tekstet, këngën, po dhe modën e kohës. Po
Qa po të thëmë dhe une, Sabri Fizillohin, tekstet e këtina, Po. e nga nën kërë t'i knaqësh mëre, si me ullë, ati na i plakshtë të më qëmë të, dave që t'kallë dhe t'ka që t'knaqë. Qa është të tekstet e këtina t'knaqën? Po, ashtë edhe një diqka. Aty lexojmë jetën tonë. Një këngë e bukur Arif Demollit. Ti ke pas qenë simboli bukurisë. Krijuar nga dorë hynore. Hynore. Ndaj I besoja amshueshmërisë dhe të tillë të kujtoja prore. prore. Mbi flok të kishte rreshur borë. Orë, Rrudhat rullat, të loznin në përfytyr. në përfëtira. Ku janë Ku ata janë? sy, ku ajo dorë. Që shë këpët e ka Se krejtë? zëri Po, që si të ti? paska tjetër. Kjo është lajma bazë. Normal. Demi që tu shty Messi me Ronaldon. Ronaldo ti thonë, hajde luj në Angli e bo vlejtori maj mirë. Po. E dëraj Messi tha, o ti, Ronaldo, a di kush jem në për ty? Tha fol, tha unë jem Sabri Fizillah për ty. Au! E, Nuk fe, a? me tregu edhe një diçka. Unë kam pas fatin e mirë Po? që kemi lujtë edhe futboll. Çfarë sensi, çfarë ndjenje? Keni lujtë atëherë? Në fusha e ku Kam luajtur në atë kohë, kam pas dëshirë të bëhem futbollist, po u bocima. u bëcim. U bocima Po. futbollist pastaj. Edhe pse kam patur shok nga fëmijëria dhe lecën e cimën e sepse dhe ata kanë lindur. Vite të tëra në botën e humorit, Sabriano. Shumë Po, videokaseta, disa shumë vite, projekte. Në ditët më të vështira, kur na mungoj ke jeta televizive, edhe projekte, edhe këngë të shumta, edhe me Lecin, edhe me Cimen, edhe me të tjerë. Më herët me aktorët e teatrit, me Ali Ahmetin. Ali Ahmetin ndjes pas, po, mikun dhe kolegun tim nderuar, Adem Kullovcin. Në ditët Me e Gjevat errësirës Qenën, totale, Leze mbi Qenën, 300 Shani shfaqje në Pallasin. përbotën shqiptare keni mbajt. Po, na im në vitin 1990, kur filluan të suprimohet çdo gjë në Kosovë, Edhe institucionet edhe shkolla, çdo edhe gjë. çdo gjë. Adem Mikullovci ma dha një ide, tha Sabri do t'i mbledh fjalët e urta populore të Xhemail Obriz dhe njerëzve të tjerë që kanë qenë të mbledhura nga profesor Krimtaria Anton popullore. Sheta, po fjalët e urta populore të krimtarisë populore dhe e bëri një dramatizim që quajti Buka e Kosovës dhe në vitin 90 me 8 mars filluam në çdo fshat ku ka shqiptar në Kosovë, në Maqedoni, në Preshevë, në Bujanoc, në Medveç, çdo kund në Maltëzi, në çdo fshat, në çdo xhami, në çdo kish, çdo kund që I kemi dhënë. Jam shëndruar në teatro. Po, qëre, si të bëhet fjollë për Sabri Fizillohin. Ky ka mund me konë futbolleri mirë. Çka dush me ka mund me konë? Jo, Po, s'është Sabri jo. Fizillah është edhe kry, a? Ndëgjom tash, me që jam këtu, unë tash po flasim për një diçka, kjo s'është merite imja, merita është e tjerëve, unë po flas. Meritani se Unë jam Vučićit. njeri që, si me thënë, jam mirënjohës. Mirënjohja për mua është çdo gjë në jetë. Dhe falemderimi për mua është mirënjohje, është institucion. Këtu kam dashur me arë Sabriano. Të njohim të gjithë për mirënjohje, për falënderimet që ju bën njerëzve. A ke pa? Sabri ju falenderon të gjithë. Po I falenderoj na se unë asnjë gjë s'kam bë, unë vetëm jam një reprodukus I punës së njerëzve. Jam reprodukus I dramaturgut mirë që e ka shkruar një dramë ose një komedi, unë që kam luajtur, po mënyra si e sa kam luajtur ajo është çështje për të diskutuar dhe e atyre që kanë dhënë pastaj mendimin në shkrim të analistëve që kanë bërë. Kjo që I falenderon dhe I lavdron është mirënjohje. Po, ja, ha, je zame mirënjohës. se Jam mirënjohës I njerëzve që kanë dhënë, Absolutisht. që kanë bërë dhe Dhe bëjnë njerëzit akoma mirënjohës në e bëjnë përmes këngës. Po ta ha për mua. zemrën për Edhe unë mirën e ty. madh. Për Faleminderit mirën e madh. shumë. Unë e përshkoj, vazhdo të edhe pak. Merre me veti këto se Po më normal, shkon. jo nga Sabri Fizillohin. Atë ka pëlqy konga merre. Qysh? Atë ka djeg. Sa I sali syqja që t'ka marrë. Mosaro, t'je para unë të shom Nesër kur të shom Darda pikë në ndarë. Kuj ke lon Fjallë që mi bate thon Malli jem ka marrë me pom Edhe se rrugë Big Bandia ka kompozuar dhe orkestruar këtë këngë Treshës që tani shumë më dëgjohet. Absolutisht. Ledri Vulës, Lumi Bie dhe Ermali. Ishte bukur neve ju të përgëzojmë edhe në emër të Deonit, sigurisht edhe në emër të gjithëve, edhe për vendin e partë atyre se ishte Ermali, ishte Ledri, ishte Lumi. U gëzova për suksesin e kompozitorit edhe orkestruesit
që e ka bërë këngën e mirë dhe pastaj e 3 djemve që po I duan njerëzit dhe që Absolutisht dhe janë punëtor, janë të mirë. Fitoria në Top Festit ishte diçka jashtëzakonshme. Po jam thua shumë I bukur dhe vendi I parë I Top kësaj Festit treshe. diçka shumë madhështore. Kjo është Shqipëria. E bukur. Deshëm ne. Shumë e bukur Sabriano. Diçka shumë spektakolare, bashkëpunime pafund. Kjo kur thatë Shqipëria bashkëpunime në një impresion të bukur përveç me verën e Grabockën, bashkëpunimin e fundit e ishte gjë jashtëzakonshme. Fitoria juaj në Dancing with Me. Po. Një spektakël I madh. Aty, si me thënë, Shqipëria ishte ajo që më nderoj mua. Më nderoj nëse kam bën ndonjë gjë kështu për 50 vite pune si aktor dhe këngëtar. Gjetë pikërisht zonja Vera Grabocka që për mua është një regjisorja më e madhe në barë shqiptare e spektakleve. Vetëm shpirti I saj, rinor, që duket si 40 vjeçare, 35 vjeçare, puna se m'plaket e asnjëherë, është dhe e bukur, dhe duket bukur, dhe klirë e menqur, dhe ditë flas, ditë punoj, ditë veproj, ditë shkruaj, ditë çdo gjë. Çdo gjë e bën më së miri, e paketon dhe si me thënë, ua dhuron mbarë shqiptarve nga skena nga teatri për të kultivuar mendjet, unë për ulem para saj dhe para para punës saj dhe para profesionalitetit saj, para përsosmërisë saj. Një përvojë e bukur për juve? Përvojë që se kisha përjetuar. Unë kam shëtitur botën me mia koncerte, me paraqitje, lloj-llojshme, ane. Po çka mësova për 4 muaj në Shqipëri, nga njerëzit në rrugë, nga fëmijët, nga më të moshuarit, salutimi I tyre, si me thënë, respekti I tyre, ajo që ma dhuroi publiku shqiptar në Shqipëri, institucionet shqiptare në Shqipëri, institucioni I quajtur Vera Grabocka, zbashku me një institucion tjetër, zonja në Alketa Vejsiu, dhe zbashku me një bukuri më të madhe shqiptare Valbona Selimllarin, mësova nga to shumë. Stafi I tyre, 3 femra. Mësova dhe hapa në vallëzim? Çdo gjë mësova atje. Unë I kam mësuar si student këtu një semestër 6 muaj vallëzimin, po ai një vallëzim mediokër, si me thënë, një tango, një cha-cha, një valc, kështu. Tani mësova këto tango, cha-cha, I mësova çdo gjë që është, I mësova valc. I mësova 35 vallëzime botërore që luan, jo kush e di çfarë, se si mësova, po e kishin vendosur në Shqipëri që ma dhuronin vendin e parë. Dhe ata e kishin vendosur. Një kujtim, përshtypje e parë, në aktorët e mëdhej në Shqipëri. I kam takuar, kam pasur nderin e madh që takoha me kolos kinematografisë shqiptare. Nëse bota e ka patur në atë kohë, po flas para 60 viteve, 70, Jean Gabin për kinematografi, ose Jean-Louis Trantion, ose nuk e di kënë me thonë, ose Anna Moffat, ose Claire Gable që thu, po. Atër Shqipëria I ka patur gjitha ta kolos. I ka pasur të kinematografisë, aktorët më të mëdhej si Sander Prosi, si gjithë aktorët e tjerë, Drek Luca, Indieri, po, djes pas që ka dashur as shumë Kosovën. Bekim Femiu ka dashur dhe ju ka shmuar shumë. A keni ndonjë kujtim të veçantë me të? Po, krenohem dhe I kujtoj me mall ato orë të tëra që kam detur dhe kam pasur nderin e madh që thrimen një njeri, si që ishte me përmasa botërore, aktor, dhe adhëtar, dhe shqiptar I madh, zoti Bekim Femiu, që e fliste gjuhën shqipe më mirë se të gjithë ne të rinjët, që vuante për ta folur gjuhën shqipe drejt e mirë dhe gjuhën e njësuar shqipe. Ka mësuar shumë nga I, nga koha që ma ka kushtuar mua, kur kemi folur se si duhet jetë njeri, si duhet jetë aktori, çfarë qasi duhet ketë ndaj punës. A ju ka dhënë mësim gjatë kohës? Nuk më ka dhënë mësim, po e kam patur si vardin e ri, e kam luajtur në Macbethin, kur erdhi për ta bërë regjin, dhe pastaj nuk e bëri, se nuk di çfarë ndodhi në teatr. Pastaj deshi ta luaj Macbethin dhe që nuk e luajti dhe nuk e di përse prap çfarë ndodhi. Po atëherë më ka mësuar se si duhet
të kem qasjen ndaj diksionit, si duhet ta them gjën edhe zhën, qën, Që ne si dallojmë dhe sot e kësaj dhe si dite kushtojmë kujdes. nuk i dalloj akoma edhe pse kam qenë edhe aktor. Pa me Faruk Begollën? Faruku ka qenë një gjemzdin i popullit shqiptar. Gjemzdin ka qenë bukuria dhe qësëndia e kinematografisë botërore. Gjemzdini ka qenë aktori që i ka bërë thyrjet, që ka bërë një revolucion kuptimin e madhë, po, e tabuve që e ka luajtur, nuk ka aktuar me shkollën e Stanislavskit të vjetrën, po ka luajtur me shkollën e Roger Vadim, sepse Roger Vadim, aktori dhe regjisori francez, është shkollë e re e aktrimit të moderuar. Ne akoma i përmbahemi Stanislavskit, ha? Apo varet nga shkolla? Varet nga shkolla dhe nga profesorët që, se ajo është, si me thonë, old fashion që thonë, diçka më e mirë, apo që disa të tjere dhe teatro dhe kinematografi në botë nuk e përqafojnë atë kohën e Stanislavskit, po... E Faruku ka qenë gjemzdini i kësaj pjese? Gjemzdini i kësaj kohë, dhe vjes pas nuk vdes kur, për arsye se kur ishte në kohën që kishte arritur lartë si aktor në kinematografin ish Jugoslave, a ju këthy kësaj Kosove, pa banes, vdiq njeriu që ishte 50 vite dhe profesor dhe aktor, s'pat kur as banes, as një gjë para, as një qindark, lek, as një gjë, po me dëshirën më të madhe erë dhe ishte profesor i Akademisë së Arteve Dega Aktrimit. Njeri ndërthemelusit, Akademisë së re të arteve. Dhe emri ti besoj që kurrën e kurrës nuk ka për të vdekur. Ne mund të flasim si shqiptarë që jemi të themi, jo kështu po ashtu, po ai mbeti histori më vete e kinematografisë dhe e artit mbar shqiptar. A don më u kthy teatrit, filmit? Jo, a di si është puna e aktrimit, sikurse kur ti je futbollist edhe nuk ushtron, e humb, si me thonë. A ke pas një ofertë ty në viteve të fundit nga ndonjë regjisor? Po kam patur ofertë dhe para një 3 muajve në teatr, Zoti Kerkezi më ka ftuar që të luaja një rol, po edhe miku dhe kolegu e imi dhe yti nderuar dhe regjisori i madh mbar shqiptar, zotri Agim Sopi, më ka ftuar që ta luaj një rol, ndaj tani muaj po e pashe, nuk jam për gara të tilla dhe e lash. Kënga më ka... Të ka marrë me vete? Ka marrë me vete më shumë. Ama këtu, unë e thamë shpesh ja keni bo bam dhe bim. E dëgjum këngën, sa po e dëgjum një këngë mrekullueshme, muzika e Virusit? Muzika, po, orkestrimi dhe muzika e kompozitorit madh, të madh mbar shqiptar, fronterit të grupit më të njohur, Elita 5, zotri Nejat Mujovi, Virusit. Krejtë e njohim si Virus. Dhe në tekst Fatmir Mujës, e që klipin e ka bërë, edhe klipi ka dalur që 5 dit, Max Production, Pa, e kemi pa një klip shumë i bukur, e ndoqem, se kur po këndonit ju shkon të edhe klipi edhe juve. Ba, falemderit shumë. Dhe që i falemderoj gjithmonë këta bashkëpunëtor të mi, dhe falemderoj nga zemra edhe producentin tim, nderuar zotri Emru Shtaqin, që i kam edhe 2 këngë tjera të reja që janë gati. Që i presim. Mrenda 5-6 ditëve besoj që do t'i shoja që të dëgjohen. Këngë që dëgjohen, më pas do të bëhen klipe sigurisht? Po pas taj do të bëhen klipet, sepse pak jemi vonuar me kohën dhe kam bërë edhe një këngë të tretë me Ermalin duet, ajo është prolonguar për në shtator. A, vërtet? Po. Jashtëzakonisht me ju presim shtator, a do të na vini? Jo, atë thira vetë tash na ima, ma mundëson në ardhë me operasit televizion. E tash mund e them, disa televizione, si më thënë mëftojnë, por nuk kam dëshirë me shku, jo pse s'dua. Kur të flasë për kështu, unë jam rritur me radio televizion e Kosovës. Me gjitha ta punonjës që janë atje, unë jam rritur. Keni qenë njërin ndër autorët dhe kreatorët të gjerave të bukura në radio televizion. Nga viti 67, gjithmonë kam qenë. Jam rritur me ata punëtor, me djersën e punë e tyre, pa kursyer, me shpirtin e tyre, që janë dhe sot e kësaj dite. Dhe gjitha ta që kanë ardhur të rinë dhe gjithë. Unë po flasë për politikën programore, unë nuk di çka po ndodh me një institucion që është publik, po që nëse nuk bën ti i ke gërshërë dhe pastaj e prengte që po them,
Nuk di çfarë po ndodh, është televizion institucion publik, edhe që bën një lloj segregacioni ta quaj të këngëtare, kjo është nuk bën ashtu. Nuk bën, po thon vitet e mia të punës, çfarë si e bëj, sa e bëj, janë të tjerët që flasin janë. Sabriano, nëse ke vrejtje dhe është plotësisht e arsyeshme se dhe unë që ndroj këtu, është televizion që e financojmë unë, ti dhe të gjithë këta dhe nuk bën ashtu, po thot Sabri Fejzullahu nuk bën ashtu dhe nuk bën ashtu, është e vërtet. Shumë i nert. E zgojna me qumë atutje me gasmu. Një familje... Jemi mi drejtu punët unë musha me drejtu këngën time edhe musha me ju dhëru publiku tim që të mes edhe pak sa më gjatë në shpirtin e tyre, kjo është ajo më e madhja, më sublimja. Nuk presim shumë, edhe një 40 vjetë të najta shumë, edhe 20 vjetë. Ai madhi, zot. Një familje artistësh i një bo, veç goxha shumë. Tash i gjysh, një mbesa, sa i një boj, një bo shumë? 10. Një pa mbesa i kam 10. Dhe na im kur do të bësh gjysh, kur do të martohet platori i yti, ai djali joni i vogël që u rrit tani u bëbur dhe që ja kam frikën me fol me te se thash janë këta genial. Ko internetit janë genial. Kur do t'i ketë ai fëmijët e ti, do t'jetë nipat dhe mbesa tuaja, zonjës Mihria, atër do të shifni. Çdo me thënë të jesh gjysh ose gjyshe. E bukur, ndjenje mirë, a? Nuk ka ndjenjë më të mirë në këtë jetë. Nuk ka fare, nuk ka. A shpresojmë që se është mirë dardha me pikën e ndarë, familjet me pedigrej kanë kriju shtetet e fuqishme. Dhe do duhej sepse nuk është se s'kemi pas elitarizëm edhe elit, por na i kanë zhduk çdo 50 vjet. Edhe neve po na bjen çdo 50 vjet me kriju, dash Zoti tash ti krijojmë të na mbesin për shekujt e tërë në të ardhmen. Besim vetëm nëse punojnë, puna është çdo gjë në këtë jetë. Puna të cilës nuk i ndaloni. Si vjet jeni shumë i angazhuar verës? Po, do t'jem në pista Kosova në Durrës, shumë një 30 net, në 15 net do t'jem ke Polini në Jonë Shëngjin, po në Velipoj, dhe në tonë Kosovën, gjitha qytetet e Kosovës. Nga një mbrëmje. Muajnë Korrik dhe Gusht, po nga një do t'a kenë fatin e mirë me pa Sabriun, gjatë saj vere, me hitet... Jo, fatin e mirë, do t'a ketë Sabriu, fatin e madhë, mirë. Që dhi publiku. Mirë, Sabriano, që të mësohemi që t'i qmojnë vlera tona, edhe njerëzit që kanë vlera, sepse duke qmuar vetë vetën, edhe vlera tona, do të bëjmë që edhe të tjerët na qmojnë ne. Se për shembull, është vlerë Rita Ora. Ne krenohemi në gjithë botën, bi fjala. Po jo, po kjo është, sikur do t'ishte fatimir kësaj vere me ardhë Rita Ora në për qytetet e Kosovës. Edhe vjen, a dim sa, jo është vajzë e Besnikut edhe e Verës. E keni pas regjisor? Besim sa që unë, gjyshin e saj, kam pas regjisor, kam pas nderin që t'jem aktori ti edhe në film, edhe në teatr, edhe në videoklipet, ta tërshme në atë vitet 70-ta. Që t'ja rikujtojmë, populli do t'ket kujtes, Sabriano, është mirë me pas kujtes për krimtarin, për... A disa drama ke lujtë? Nuk dinajmë, 56 drama kam marrë pjesë. Ke marrë pjesë. Po, ku si figurant, ku si rolet e dyta, ku si role kryesore. Rëndësi ka mbi 50, do me thonë 56 drama. Po filma? Po, filma në 8. Në 8 filma. A të kamet reng, dëshirë që të luash në ndonjë film? Jo, na jem, sepse nuk di të luaj mirë. Ashtu thoni ju? Po, është shumë e vërtet. Ma përmene Rita Orën, që unë sot nga këtu zbashko me ty, po e përmendim edhe e shqyqon dikush nga familja e saj, dhe t'ja përcjellin në emën tonë, timin Naime Zojës Mirije dhe publikut të nderuar që janë sonte në salë dhe gjithë shqiptarve, t'ja transmetojnë përshëndetjet tona, ku do që është në botë, dhe sot ishte shkrimi i saj që a dini pse jam e suksese, sepse jam shqiptare. Krenarin e kam në gjak. Krenarin e kam në gjak, ishte thënë, dhe përshëndes me zemër dhe i dëshroj tjetë atje ku është në majat e këngës botërore. Rita Ora. Goca e Besnikut edhe e Verës. Edhe, do ta kisha përshëndetur nga këto një zonjë të madhe, një krenari të kombit mbar shqiptar, që është në listën e 10
bukurosheve, 10 bukuroshe botërore dhe E që është adhuruse e madhe e këngës së Sabriut. po edhe që jam shumë i nderuar. Unë po e di, tash i kanë me dhe marrë që vesh ta. është modelja në top listën e 10-ve më të shtrejta dhe më të mira e më të bukura në botë, Emina Çun Mulaj, Shqiptare. shqiptare, Sa mirë. 100%, që edhe i mjell lopët, edhe marron flija, edhe petla, edhe krelon me duqe, edhe laknur, edhe përpeq, edhe Edhe është dërma të mira në botë. edhe është më e mira në botë, më e paguara, më e bukura, dhe që është martuar me Zotri Semin, e i dëshroj u trashigofshin në jetë. Për jetë e E motë. përshëndes me zemër në Amerikë është. Dhe me që jemi në Amerikë, ma leo të lutem Të shumë. lutem shumë. Po e keq përdor. Jo, s'po e keq përdor, unë thash. Edhe kohën edhe. Për çdo herë kur nëse dikush ka shtruar pyetjen, pse Sabriu i falendron njerëzit kaq shumë, ju kam thonë sepse është mirë njohës. Edhe të thash, dua të jem në emision për arsye vetëm për shkak të falënderimit. Faleminderit Zotit që më jep shëndetin, edhe një ditë që më dhuron Zoti për të jetuar dhe një ditë për të punuar. Punën e kam në gjak. Faleminderit që bashkunoj me kompozitor të tillë, që i kam dhe tek shkrues dhe me producent të tillë. Faleminderit Zotit për publikun që më dëgjon akoma. Faleminderit Naimit që më merr në emision, më jep hapësirë që unë ta shpreh falënderimin tim për njerëzit që bëjnë çdo gjë dhe erdha për t'u falënderuar vetëm njerëzve, ata që kanë bërë dhe bëjnë shumë për mua. E ti përshëndes në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Agimin dhe Benin, që do të jem me 31, 1 edhe 2 në New York, që do të këndoj për vit të ri. Dhe i falemderoj gjithë ata që investojnë në mua me vite të tëra, Zoti Sokol Krasniqi, Koli Miki jemi dhe i yti në Lucern, Zoti Gjevati, Zoti Avni Zheneva është menaxheri imi edhe yti edhe mirjes, Avni Selimi. Avniu t'i kam shumë bërç një jetë. Avniu e thash edhe një ditë një emision, nuk di ku në televizion, që është njeriu që shumë pak buzëqeshë në jetë, kur një jetë rrim kështu, thëmë që në ka bo kiameti, 20 vjet që ka ndodhi, thëmë Avni vlla, që kërsiti. Të lashën e shqiptarve. Pa, të lashën e shqiptarve. Që është njeri shumë shpirtbar, njeri punëtor, prindi mirë, bashkëshort i përkryer, shqiptari mirë, dhe është nder i yni që e kemi një menaxher të tillë, përshëndes atë dhe familjen e tij në Zhenevë. Adinjo zonja zotërisë të nderuar dhe ju shikues nderuar të këtij emisioni Odeon që përcillet as shumë. Ky është emision populist, me një fjalë ky është emision që nuk leqitet nga populli. Nuk ka tragjedi më të madhe se të thuash unë jam diçka tjetër dhe ajo shtresa është diçka tjetër. S'po më marrin vesh. Kjo ajo është. Jam hermetik. E ky është Naima Bazi që asnjëherë nuk u leqit nga populli i vet, nga shtresa, nga njerëzimi, nga shqiptarët. Sabriano. Dhe faleminderit shumë. Faleminderit juve. A do më na bëni emision më shpejt? Sepse jeni nga showmenët e parë shqiptar që keni bërë emisione, që na keni dhënë modelin se si bëhen emision. A doni më na bëj më shpejt në emision? Nuk e di Naim, nuk e di, dëshirë kam, po unë nuk di të shkruaj as skenar, as i gjë, është punë e mundimshme dhe të përgëzoj. Allah të qofë, po ti e ke një kratë fort, dhe kjo është ajo suksesi. A bën nami ja u përgatit edhe ju me drejtu? Pra pa te e fshijet zonja Miri e Bra, që është promotor i krijimtarisë tënde dhe i punës tënde. Është realiteti. Sa ajo shkrihet andej kur nuk e shohin njerëzit. Dhe duar trokitjet i dedikohen zonës Miri e Bra, ju lutem. A bën nami e përgatit të tërën e ju të na drejtoni sa. Unë ashtu kur të mi jepsh gjanat, unë jam mësu nëpërmes regjisorëve çdo gjë të bëj. Unë nuk di asnjë gjë në jetë ta bëj vetë. Nuk di. Kënga që do ta dëgjojmë në vazhdim është një këngë shumë e bukur. 1000 telashe. 1000 telashe. Kur dashurohet njeriu dhe kur dashuroni ka 1000 telashe. E humb Toruan. Jo 1000 telashe, po dhe 1000 vjet let na përcjell zëri juaj, kënga juaj, krijimtaria juaj, sepse është vlerë e kombit, kudo që është, kudo që të dëgjojmë. Edhe mezi po të presim në skenë prapë, Sabriano. Faleminderit shumë që... E shumë faleminderit që ke sonte me ne. Emisioni, skena, teatri, filmi, të ka marrë e ka pas fatin e rallë që të ka pas e të ka për herë Sabri Fizullahu, skena për ty, po të presim me djegë edhe njere. Sofia është mrapa me
Andes shumë. Qofshin nderuar. Faleminderit. Ke nderuar shumë Naim. Ke nderuar shumë. Jo Faleminderit. Sabriano, shumë. ju keni nderuar Mirë. skenën. Mirë. Shumë faleminderit. Mirë. Sabri Fejzullahu, skena për juve. Andes.